Poli i Dijes është një hapësirë universitare që është duke u ndërtuar në qytetin e Korçës. Deri tani janë kryer mbi 95% të punimeve dhe parashikohet që godina të ketë përfunduar deri në fund të këtij viti. Projekti me një vlerë prej 395 milion lekësh të reja parashikon ndërtimin e një godine moderne me standarde bashkëkohore që do të shërbejë si një hapësirë multifunksionale arsimore dhe rekreative. Sipas drejtuesit të punimeve, janë përfunduar punimet e strukturave të betonit, muret, veshjet, fasadat, si dhe shtresat e hidroizolimit dhe termoizolimit. Po ashtu janë testuar me sukses sistemet e kondicionimit, elektrike dhe të IT-s, ndërsa aktualisht po punohet në sistemimin e jashtëm dhe në termoizolimin dhe hidroizolimin e verandave. Godina e re ka një sipërfaqe ndërtimi prej 10.700 m2, nga të cilat 8.400 m2 janë të dedikuara për salla auditoresh, klasa dhe laborator të ndryshëm. Pjesa tjetër përfshin ambientet rekreative dhe verandat e pushimit, duke garantuar një mjedis të rehatshëm dhe funksional për përdoruesit. Një pjesë e rëndësishme e projektit është dhe rikonstruksioni i godinës historike të dhuruar nga filantropi Thoma Turtulli në vitet 30, e cila dikur ka shërbyer si spital. Kjo godinë, e cila ishte plotësisht amortizuar, pa çati dhe me mure të dëmtuara rënd, është restauruar me kujdes, duke ruajtur arkitekturën e saj tradicionale dhe pamjen origjinale. Përfundimi i ploti punimeve pritet shumë shpejt, duke i dhënë qytetit një hapësirë të re funksionale, moderne dhe me vlera të rëndësishme historike e arkitekturore.